dikush nga familjarët e falin, gjakon mirë, po disa të tjerë nuk e falin. Çka kujt i bëhet përparësi? Jo, tash këqyre. Në shariat, ata që e kanë gjakun në dorë janë eulia u dem, do thotë, ata të cilët e trashëgojnë njërin mas vdekjes tij. Ata që e trashëgojnë njërin mas vdekjes tij janë baba, nana, fëmijët edhe gruaja. Tash, nëse dikush prej tyne e fal gjakun, atëherë ai njeri ma nuk vritet. Jo, po tash mirën vesh, apo ja falin krejt, apo po kërkojnë të kompenzim. Tash dikush tjerë më lyp kompenzim, atëherë bëhet me kompenzim. Për shembull në Saudi, nëse dikush është vrarë, edhe i ka fëmijë të vogël, presin, nëse s'ja falë dikush prej familjes gjakun, presin edhe nuk e bajnë kësas vrasësin, derisa ty në mbylluk fëmijët. Kur ty mbylluk fëmijët, atëherë i pyesin. Apo ja falni gjakun babës? Jo. Nëse dikush masi ty mbylluk, ja fal gjunohin, gjakun, atëherë ose shikohet ose bëhet kalon kompenzim, ose bëhet diçka mirë, po mu vra nuk vritet nuk bëhet qisasa. E ka pas raste subhanallahu në Saudi që në momentin e fundit ka thonë ja fale. Baba i atina ka thonë edhe u ndërpreqet edhe ja kanë falë gjunohet. Ja kanë falë gjakun edhe ka jetë cilirë njëri. A ka raste tjera për shembull që kërkojnë familja kompenzim. Për shembull prej rasteve tash për shembull ka pas raste kur në Kuvajt u ka një rast para disa vjetëve, kërkon familja e një vramit, i kërkon 10 milion dinar. 10 milion dinar janë 30 milion euro. Edhe i tubun. Edhe se o bërë në këtë Kuvajt i pagun. Edhe i tubun parët edhe i adhanë familjes. Edhe e lirun njëre. Caktimi dhe islam dhe mitit që ka nuk ka të saktim. Qëre, gjaku i njerit, nëse është vrasje, se vrasja 3 lloje. Nuk vritet për çdo sa njeri. Vritet nëse ka pas qatl amd, domethënë vrasje e qëllimshme. Vrasja e qëllimshme është vrasje që bëhet me mjet që vret zakonisht. Dikush e ka marrë, ka vrarë njërin me shpatë, e ka vrarë me sakic, e ka vrarë me allti, me pushk. Këto mjete vrasin zakonisht. Edhe për qita, që këtë quhet vrasje e qëllimshme. Vrasje e qëllimshme, për të ka qisasa. Lloji i dytë i vrasjes është shibhul amd. Shibhul amd është njeriu ka qëllim me vra, mirë po mjeti të cilën e përdor nuk vret zakonisht. Për shembull, dikush për shembull jam shon dikujna me një shtog, edhe myt. Shtoga nuk myt zakonisht, e vran atë. Ose jam shon dikujna me një mjet që nuk vret zakonisht, edhe dek njëri atë. Mirë po ka pas qëllim i bë zarar atina. Atëherë kjo quhet shibhul amd, kjo e ka nuk vritet njëri për të, mirë po dënimi është 100 deve, me llogaritet me deve, edhe mirë po ajnë 14, më duket 14 për deve me konë do të me konë 7 zone, play, a i thurë matë shtrajta. Tani, vrasja tretë është vrasja qatul khata, vrasja e gabim, e pa qëllimshme. Vrasja e pa qëllimshme mund më ndodha dhe me mjet që vret zakonisht. Mirë po s'ka qenë qëllim, për shembull dikush është ty lut me allti, shkrej plumi e vran dikon. Me allti vran zakonisht, mirë po s'ka pas qëllim me vrasje. Ose vrasje që ndodhen për shembull me aksident makine, se në këtë vrasje të pa qëllimshme. Vrasja e pa qëllimshme, dënimi është 100 deve, edhe ato deve nuk i pagun vrasësi, po i pagun familja ti, farefisi, fisi ti në të buhën, edhe e paguajnë këta. Dhe kjo është për mirësive tjera të shariatit.
Ja me këshyr me deve, dhe deve tash për shembull nuk ka deve në 2.000 euro diçka. I bën gati 200.000 euro gjaku. Pjesësia e shariatit për shembull është që ka bërë pjesë të trupit, edhe pjesë të trupit me pas dije për të, që dije kompenzim me deve llogaritë për shembull. Për shembull e kalon për çdo gisht ka 10 deve. Për 10 gishta është tamam sa një dije një njerit me dekë. E kalon për dhëm, për çdo dhëm 5 deve. Për çdo dhëm 5 deve. Për çdo dhëm 5 deve. Sa dhëm e kena, doktor? A? Sa? 32, a? Po thua? Ha, doktor, ku kena doktor Sokolin? A? Ku doktor Sokoli? Sa dhëm e kena, doktor? A? 32, 8 me 8 tonë, po nëse kësë 32 dhëmë, 32 dhëmë, por së cilën dhëmë është dënimi i shariatit nëse ja thënë dikujna dhëmin, ja hek dhëmin është 5 deve, 5 deve. Dhe kjo është për mirësive të shariatit, e llogaritë sa vlera deve. Për shembull, për pjesë të trupit që janë ka 2, e kena do thot e kena 2 sy, e kena 2 dorë, 2 këmbë. Tash për pjesë të trupit që janë ka 2, nëse një pjesë që hjeket për atyne, do të është kompenzim sa gjys dijen. Ka gjys dijen. Allahu akbar.